Australia vazhdon të jetë e përfshirë nga zjarre të cilat po përhapen frikshëm ndërsa raportohen për 10 banor të zhdukur. Flakët kanë dalë jashtë kontrollit dhe vazhdojnë të djegin hapësira të tëra në qytetin New South Wales në Gunning. Më shumë se 80 zjarfikës janë angazhuar për të shuar flakët, raportojnë mediat lokale. 3 vatra zjarri kanë djegur 22.000 hektar në ishullin e Tasmanisë dhe rrezikojnë të përhapen, pasi erat parashikojnë të kapin shpejtësinë e 70 km/h. Më shumë se 100 shtëpi janë shkatruar nga zjarret që nisën të premten, ndërsa shërbimet e emergjencës kanë paralajmëruar se janë në rrezik edhe shumë shtëpi të tjera. Një vatër e fuqishme zjarri ka shpërthyer në luginën Derwent në Tasmani. Zona krahasohet me një tufë ashklash. Zjarfikësit kanë hasur një valë të madhe zjarri në Victoria. Në një deklaratë, Byroja e Meteorologjisë në Australi ka bërë të ditur se përgjatë çdo dite të javës të parë të 2013-s, mesatarja e sipërfaqeve kombëtare kanë qenë në temperaturat më të nxehta të historisë.